Për Lucy Cungun, një nga futbollistët e talentuara të vllaznisë vajzave, ky trofej sotëm duket se është i nëntë i radhazi, duke përfshirë edhe ato të mëpashët me moshat, por edhe me ekipin e parë. Urime Cungu. Shumë faleminderit, janë 9 tituj të fituar, po ndër 5 kam kanë më kryesore, si më thon, duke se kam luajt me grup moshat e mia. Janë gjithë secili ka vlerën e vet, po ky i sotmi normal është më i veçantë për mua, pasi është edhe hera fundit, edhe viti i fundit për mua që luaj në akademi. Edhe mbyll ashtu si duhet, mendoj, edhe me lojën që llashat sa mujta, edhe me fitore normal e gëzuar. Por një finale shumë emocionuese dhe pse jo dhe tensionuar me Kino Studion. Po. Ju ndryshkuat edhe me karton, gati rrezikuat për të marrë kuq që si se morën edhe kolegët e loja ishte shumë intensive. U munduan me na marr faula, me na shkaktu dame, po kur e meritume s'kishin çfarë me na bëj, ishte gjithçka për ne fitume. Këto 9 tituj dhe ky i si vjetmi, për kë shkon çfarë për kë ka dedikim? Jam shumë e lumtur që kam kanë pjesë këtyre 9 titujve, po kryesorja normale familja që më kam mbështet shumë këtë rrugtim temin. Edhe gjithashtu sa desha me përshëndet familjarët e mi, po kryesisht gjyshin se më ka njek sot me emocion. Dhe patjetër këto 9 tituj dhe këto suksese i bashkohen familjes sportive të Cungu me shumë traditë. Po, shumë e kënaqur në fakt që vi për një familje ku sporti është traditë. Edhe jam me mundësitë e mia të mundu me kontribu sa më shumë që me mujtë allon me lani fjerë gjurëm. Jeni mbështjellë me Samurin e vllaznisë, pra duket se dashoni shumë edhe këtë. Po, normal. Këtë dekor kuqe blu. Po, në fakt me kanë pjesë e vllaznisë nuk është diçka e lehtë, por ne kena edhe fatin më të madh që e kena në Shkodër, edhe e kena tona mundësitë për mu stërvit, edhe me kanë pjesë kësaj familje shumë të madhe edhe kësaj dashnie kuqe blu. Suksese. Shumë faleminderit.